vende të panjohura për shumicën e njerëzve, zonat të pashkelura të botës ofrojnë destinacione që janë unike për pushime, përvoja të pazakonta për t'u aratisur nga hotelet, plazhet e rutina e çdo viti, cilat janë disa nga vendet që mund t'i bëjnë pushimet tuaja të jashtëzakonshme. Sfera e shpirtit të lirë. Fjetja në mes të pyllit merr një tjetër kuptim në sferën e shpirtit të lirë, e vendosur në plazhin Qualicum në Kanada. Një nga aspektet më të bukura në këtë vend shumë të veçantë pushimi është fakti se dhoma juaj në saj të një ripi të trash që e mban atë në ajër, tundet bashkë me drurët. Është pothuajse sigur pemët po ju përkundin për të fjetur. Hoteli i Kripës. Rall mund të thuash shumë krip apo natrium është mirë për ju. Megjithatë, kur bëhet fjalë për pallatin e Kripës, shumë natrium është pikërisht ajo çfarë mjekët rekomandojnë. Ky hotel unik i vendosur në skajin lindor të Salar de Uyuni në Bolivi është ndërtuar tërësisht nga kripa, duke përfshirë dhe mobiljet dhe strukturën e ndërtesave. Nëse ju shkoni te ky hotel, duhet t'i rezistoni tundimit për të lëpirë muret, sepse është një rregull strikt që i ndalon mysafirët për ta bërë këtë gjë. Hoteli Alcatraz. Nëse ju keni kërkuar ndonjëherë një përvojë në jetën tuaj për të kaluar pushimet në një burg por pa shkelur ligjin, ndoshta duhet të merrni në konsiderat Hotel Alcatraz. Kjo banesë zymtë është një ish-burg gjerman, i shndërruar në një ambient ku ju jep mundësi njerëzve për t'u akomoduar në 56 dhoma. Mjediset përfshin dritare të mbyllura, tualet në qoshe të dhomës tamam si në një qeli burgu. Burimet e Kodal në Francë krenohen me aftësitë e tyre të mrekullueshme si spa, për të tërhequr turistët të cilët dëshirojnë të kenë një pushim të thjeshtë dhe shplodhës. Në vitin 2003 ky hotel është konsideruar si një nga spat më të mira në botë. Në mesin e shërbimeve që ata ofrojnë, janë edhe trajtimet me verë dhe mjalt, banjo turke dhe dush me verë të kuqe. Mos u çudisni, një dush me verë të kuqe. Ky është sekreti i tyre. Shtëpia avion në Costa Verde. Nuk do të ishte mirë nëse thjesht zbrisni nga avioni dhe ecni deri në plazh pa u brengosur për bagazhet apo sigurinë? Shtëpia avion 727 e bën këtë dëshirë realitet. Ky hotel i veçantë gjendet në një pyll bregdetar në Costa Rica, me një pamje të mrekullueshme të plazheve të paqësorit dhe parkut kombëtar. Boeing 727 fillimisht është projektuar për 150 pasagjerë, ndërsa tani është shndërruar në një shtëpi me shtretër luksoz, horizonte të pabesueshëm dhe me qasje të lehtë në plazh. Shtëpia nomade e Shkretëtirës. Nëse ju keni ndjerë ndonjëherë nevojën që të rini larg nga çdo gjë, atëherë shtëpia nomade e Shkretëtirës së Rick Joyce është vendi i duhur. I vendosur në Shkretëtirën e Tucson, ju nuk keni asgjë afër, përveç kaktuseve. Dizajni i thjeshtë përbëhet nga një kuti e madhe çeliku, një banjo, një dhomë denjeje, kuzhina, dhoma e ngrënies, dhoma e gjumit dhe një zyrë. Ky është mishërimi një qetësie të largët. Fshati me shtëpi eskimeze. Një natë romantike në nyjet është një gjë, por një pamje qartë e dritave veriore nga banesa juaj eskimeze është padyshim një gjë komplet tjetër. Fshati me 20 shtëpi eskimeze prej qelçi dhe qeramike ju jep mundësi vizitorëve për të shijuar pamjet e pabesueshme të Aurora Borealias në rehatin dhe ngrohtësinë e kasolles së tyre.